Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, ne duam që Kosova të vazhdojë të jetë e banuar në të gjitha anët e saj cep më cep. Nuk e duam braktisjen e fshatrave dhe as qyteteve. Këtë gjë në Evropë kanë arritur ta bëjnë vendet skandinave dhe Gjermania, si askush tjetër. Ato vende i marrim si model për zhvillimin lokal dhe politikat lokale të cilat duam t'i zbatojmë. E vetmja mënyrë që kjo të ndodhë është investim i madh dhe i mençur për pushtetin lokal. Populli i Kosovës ka një pjekuri të rrallë, një patriotizëm shembullor dhe një rini moderne. Keni për ta parë se ky popull do t'i befasoj në balotazh dhe do të votoj kundër bllokimeve e bloqeve të prapaskenës, sepse ne duam hapjen dhe modernizimin, zhvillimin dhe punën. Bloqet bllokuese do të bllokohen e komunat anë mban do të zhvillohen.